ku e vin nga Suedia. Kam tradit për babgjyshit ta. Tërnava edhe ky zotëri kryetari i komunës, që unë e quaj idiot, me plot kuptimin e fjalës, a ne ka zonë frymën sot neve. Kjo është provokim. Kjo ditë është dita e shenjtë. Një grup qytetare që mbledhur në sheshin Skënderbeu këtu në kryeqytet për të nderuar jetën dhe veprën e heroit ton kombëtar Gjergj Kastriotit Skënderbeu. Unë jam Simonu, ka vin nga Suedia. Keni ardhur pikërisht për Në klasë për ditëlindjen e Skënderbeu. a është si raport që po vini? Jo, nuk në e raport. Unë e vi gjithë. Çdo vit për ditëlindjen e Skënderbeut. Çdo vit vi për ditëlindjen e Skënderbeut, unë e vi për Suedisë këto Enkas. Edhe vini te shtatorja e Skënderbeut me vendos lule. Vendos me lule e festojmë, edhe vi te familja jam, ky vllau jam. Vi në familje, festojmë në tani mramin shpejt. Po çfarë feste e bëni? Qysh e organizoni festën? Na organizojmë festën sikur ka shqiptar që organizojnë, se na jemi shqiptar katolik. Po. Na e festojmë në mënyrën tonë. Që e kemi. Do dhe me këngë, me valle, me... Natyrisht na knojnë, na kthejnë, na harna, pina, gëzohemi për ditëlindjen e të madhit Skënderbeu. Po që sa e keni fillu këto apo e keni tradit prej ma herët? Ja, këta kam tradit për babgjyshit ta. Na kemi tradit E keni trashëgune? për babas e babgjyshit, po. Po na pengojnë e motë, që ku ne kanë qitë tendën këtu, po ne kanë zonë frymën. Kjo është tenda e kulturës arabe që promovohet. Shka kemë të bëjnë, as kemë bëjnë me Arab kur gjëheq. Ne jemi shqiptar. Shka ne ka qitë të këtu? Tërnava edhe ky zotëri kryetari i komunës, që unë e quaj idiot, me plot kuptimin e fjalës, a ne ka zonë frymën sot neve. Kështu është me pas ma shumë hapësirë për Po me bë hapësira aktivitete. Skënderbeut kjo, nuk ka hapësira arabëve kjo, i lutem. Bravo. Kjo hapësira jonë e Skënderbeut. Jo hapësira e kulturës arabe. S'kem na të bëjmë me arabi kur gjëheq. Unë kam që 4 muaj është paralajmëruar që kam pas të bëjmë këto. Po mendoni që kanë bërë qëllimshëm apo? Qëllim që më kanë bërë se ata 4 muaj, që 4 muaj u lajmëruar që kam pas të bëjmë këto. Ata kanë ditë. Kanë ditë që edhe vjetë kemi muajt këto. Tash e kanë rast të këtë tend këto. Domethënë keni veç për lokacionin ku është para shtatorës Skënderbeut, jo që ju pengon kjo. Kjo është provokim, po na s'do të bëjmë provokim të taskujt. Ne do ta marrim manifestimin, ashtu që shikoj i shqiptarëve, gjithë shqiptarëve, do të vazhdojmë punën tonë. Jam Nikol Perka, kryetari i Ballit Kombëtar Demokrat Shqiptar për Kosovë. Sot kemi marrë këtu me festua ditën e heroit ton kombëtar. Kjo ditë është dita e shenjtë kur Zoti vendosi që arbëruarit mos të vdesin kurrë dhe na dërgoi shpëtimtarin, na dërgoi apostullin e vet Gjergj Kastriotin Skënderbeu që ta mbrojë kombin ton shqiptar dhe t'i hudhin themelet e kombit ton që të jem të përjetshëm. Çdo vit kem qenë edhe në Sin, ku ka lënë Skënderbeu, kem qenë para 3 vjetëve, aty edhe kem mbledh 5 gështenja, në shenjtë 5 troje shqiptare që në coptume.